أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم Hamdi dhe të gjitha falënderimet I takojnë Allahu subhanahu wa ta'ala, krijuesit të gjithësisë, salavatet dhe selamet e përzemërta, qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, Allah subhanahu wa ta'ala thot në një ajet kuranor وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Që do të thot, ne do që sprovojmë me ndonjë frikë, me uri, me ndonjë humbje nga pasuria, nga jeta edhe nga fritet. Po ti o Muhammed jep ju mish dhe dërimtarve. Si që dim, kjo dunja, apo kjo bot, e dunja darul ikhtibar u imtihan. Dunjoja është vend, është një bot, e sprovave dhe provimit. Pra në këtë bot, jemi ardhë dhe në këtë bot do të sprovohemi. Çdo kushim me sprova të ndryshme, çdo kushim me provime të ndryshme. El mu'minu yubtala li imtihani sabrihi. Besimtari sprovohet për ta provuar durimin e tij. Se sa është I qëndrueshëm në dinin e Allahut, sa është I qëndrueshëm në këtë rrugë, sa është I qëndrueshëm në kryerjen e urdhrave të Allahut. Se ka disa njerëz përderisa nuk kanë ndonjë sprovë, janë të xhamisë, janë të namazit, janë të punët mira. Në momentin kur e godet një sprovë, largohen nga namazi. Në moment kër I sprovon Allahu me ndonjë sprovë, largohet nga xhamia dhe nga punët e mira. Allah xhaleshanuhu besimtarin e sprovon, pse që ta provon durimin e tij, se sa është I durueshëm, sa është I qëndrueshëm, apo devijon, apo largohet nga rruga e Allahut apo jo. Wa miqdari thabati wa imani billah, dhe që të sprovohet qëndrueshmëria dhe besimi I tij në Allah. Pra mu provu sa është I qëndrueshëm ke në dinin e Allahut, sa është I qëndrueshëm ke në besimin ndaj Allahut. Sa njerëz për një rast vdekje, pse I ka vdekje I dashur, ka deviju, po ndoshta edhe ka dalë prej feje. Sa ka prej atyre pse janë sprovuar në pasuri, apo në familje, apo në shëndet, a largu nga dini I Allahut. Ka qenë para historisë pejgamberit alayhis salam, tregohet për një njeri e ka pas Himar ibn Gjauf. Një mbej emri e ka pas Himar. Allah xhaleshanuhu I ka dhënë shumë pasuri. Ka pas fëmijë, I ka pas gjithat mirë. Po një ditë prej ditëve fëmijët e tij dalin në gjuhë e tij. Edhe Allah xhaleshanuhu e sprovon këtë prindin e tinve me mbitjen e fëmijëve. Ju mbitën të gjithë fëmijët. Sa I ka pas, sa të gjem 3, 4, 5, 7, sa I ka pas, të gjithë mbitën. Edhe kur I vjen lajmi këtij, çka thot? Fjalën e parë që e thot, nëse me duru, me falënderu Allahun, edhe nuk është lehtë, normal se nuk është lehtë njeriu se sprova me thon fjalë të mira, ama duhet në më herët të përgatiten për momentet e sprovave. Ne si musliman, kur jemi në rahati, duhet mu mundu me mësu vetëm për me bën durim, për raste të sprovave. E ki çka thot fjalën e parë kur I vjen lajmi se të gjithë fëmijët që kanë vdekur, ju drejtohet Allah dhe I thot la a'buduka, nuk të adhuroj mo, nuk besoj mo. Edhe plus sajna, ma kesë edhe kjo, çka ka bën pastaj, çdo kush që ka kaluar në atë fshatin e tij apo qytetin e tij, rrethin ku ka jetuar ke, sepse ka pas shumë pasuri, ka pas njerëz të tij, familjen e tij, domethënë ka qenë I njohur. Çdo kush që ka kaluar prej qyteteve që janë në vendin e atij, I ka dhënë rrugë dhe I ka thonë mohoj Allahun, mos beson Allahun. Kush e ka mohu Allahun e kalon me shu, kush nuk e ka mohu e ka mbi.
Dhe më thonë, asë që më ka rritë kufri i ti, sa që vetë boni se boni kufër, po dhe kjetë mishtim me zdorë me bon kufër. E pasaj në historinë islame, dikonin kur dojnë ta përshkrujnë kufrin e ti, thujnë ki ma kufër se ka bon kufër ma shumë sa i himar, i bën gjovë. Pse? Se qash qëmë se ka bon kufra, e mohoj Allah, një drejtu tha, la a'budu, ke nuk të adhuroj, o Zotë mo. Edhe qëti pengojnë nga adhurimi besimin në Allah subhanu wa ta'ala. Allah Gjellëshanuhu e sprovon besimtarin për të aprovu durimin e ti, qëndrushmërin e ti në besimin e Allah subhanu wa ta'ala. E Allah Gjellëshanuhu që këna më mëson në Kur'an, thot ja ju alledhina amenu sta'inu bis sabri was salat. O ju të cilët keni besuar, mbështetuni në Allah, kërkoni mbrojtjen e Allah, ndihmën e Allah me çka? Me durim dhe me namaz. Po bani durim edhe falni namazin, në rastet të sprove falni namazin, bani durim. Abdullah ibn Abbas i tregohet një herë duke u kthyer në shtëpinë e tij, në rrugë dikush e lajmëron se i ka vdekur një ai familjes. Edhe ndalet ibn Abbasi, zbret prej kalit apo prej devës, edhe drejtohet ka kibla i fal direkat. Mas i jap selam, ju thot shokët e tij, thot, kështu na ka urdhëruar Allahu në Kur'an. I thënë ibn Abbas, kjo gjetet në Kur'an se kur të vjen lajmi për ndonjë sprovë, për ndonjë vdekje, duhesh mi fal direkat namaz. Thot, a nuk e keni lexuar ajetin, ya ayyuhalladhina amanu sta'inu bis sabri was salat, o ju të cilët keni besuar, kërkoni ndihmën e Allahut, mbështetuni në Allahun, kërkoni ndihmën e Tij me çka? Bis sabri was salat, me sabër, me durim edhe me namaz. Njerëz të mençur, njerëz të ditë kështu veprojnë. Se pasuria humbi se humbi. Familjari shkoj se shkoj, shëndeti të iku se të iku, po te mos e humb pasurinë më të madhe që e ke, që posedon imanin në Allahun, besimin në Allahun. Këtë mos e humb islamin bile. Pasuria shkon e vjen, fëmijët, familjarët shkojnë e vijnë. Shkon dhe një vdes, Allah Gjellëshanu të furnizon me do një fëmijë tjetër, me do një nip, me do një mes, me diçka tjetër, të Allah Gjellëshanu të kompenzon, të jep diçka. Po edhe ban sabër se në botën e ardhshme kish përblinë e madh te Allah subhanahu wa ta'ala. Ama kapitalin që e kije, i cili është Islami, këtë mos e humb për një sprovë të kësaj dunjaje. Kur sprovohet besimtari, intajawaza fatarat al-ibtilahi bin-najah, nëse e kalon me sukses periudhën e sprovës besimtari, rufiat qimatuhu fi dunya wal akhirah wa illa khasira kull shay. Po nëse besimtari kohët, periudhën e sprovave e kalon me sukses, pra duke bën sabër, duke falendëruar Allahun, duke kry urdhrat e Tij, domethënë normale ka vazhduar jetën e tij me ibadet. Në raport me Allah, me ibadet me urdhërat e Allahut. Thot çka ndodh? Thot ngritet vlerat e tij në këtë botë dhe në botën tjetër. E nëse jo, i humb të gjitha. Po ne kur sprovojmë me një sprovë, shëndet, familjen, pasuri, nëse ke sprovë e të i kalojna me çka? Me sabër, duke falendëruar Allahun, duke përmendur Allahun, do të thonë ke sprovë e kalon me sukses. Sa është sprovë, Allah të ka sprovuar. Allah të sprovon edhe kur të jep, edhe kur të merr diçka. Dhe më thonë, Allah ti të merret e kuptoj se kjo është sprovë prej Allah. E ta çka duhet me bënë këtë sprovë? Duhet me ditë me menaxhu këtë sprovën, edhe me kalu këtë sprovë me çka? Me dhikr, me përmendjen e Allah. E nëse e kalon me sukses, atëherë të ngritën gradat e larta te Allah subhanahu wa ta'ala. Për ndryshe i humb, të dihet, humb gjithçka. E humbe se humbe pasurinë, po do ta humbësh edhe botën tjetër. E besimtari kur sprovohet, ose me sprovën e tij, nëse bën durim, ose ju falen gabimet, gjunohet, edhe të gjithë jemi gjunaqar, ose nëse nuk ka gabime, nuk ka gjunohe, është prej vlijave, atëherë çka bën? Ngritën gradat e tij edhe më lart. Botë më i lartë me tek Allah subhanahu wa ta'ala. Po kjo është rezultati i sprovës. Nëse duron, të falen gjunohet, nëse s'ke gjunohet, ngritën në gradat e larta. Po nëse nuk bën sabër dhe kundërshton caktimin e Allahut, e kundërshton Allahun, atëherë do të humbësh gjithçka, edhe këtë dunjë edhe ahiretin. Min khilal al-ibtila yu'rafu as-salihu min as-sayyi. Pastaj, përmes provës, kur na sprovon Allahu, nëpërmjet këtij sprova që na ndodhen neve, dallohet i miri dhe i keqi. Se në rahati, për mashallah, këtë mirë duken.
Këto janë duken durimtare, në rrugë të Zotit e bojnë punë të mira. Në momentin kur i godet një sprovë, tash dallohet. Kush është ai miri, kush është i keqi? Kush është ai durimtari, kush nuk ka durimtar? Kush është ai që falënderon Allahun, kush nuk ka që nuk e falënderon Allahun? Se Allahu xhaleshan kur e dërgon me lajkën me amor shpirtin një fëmijës, të cilë nuk janë moshën madhore. Edhe me lajkë amorin shpirtin. Pastaj Allah e pyet me lajkën, edhe pse Allah është i gjithdijshëm, din gjithçka, por e pyet me lajkën, thotë çka tha robi jam? Tha o Zot të falenderoj. Tha alhamdulillah, thotë Zoti na i ka dhënë, Zoti e merr. Atëherë Allah i thotë me lajkëve, përgatitja një shtëpi, një pallat në xhenet dhe mërtoni me emrin Beitul Hamd, shtëpia e falënderimit. Pra gjasrohet, nëse falenderon Allahun, Allahu ma ka dhënë, Allahu e merr, alhamdulillah. Ai jep çka të don, ai merr çka të don. Allah i thot me lajkëve përgatitjen një shtëpi, një pallat në xhenet me emrin shtëpia e falënderimit. E tash me hupa shtëpinë e falënderimit atë vendin në xhenet për një të mirë të kësaj bote pse të ka humbur, nuk ja vlen. Normal, fëmia dhimbët, i dashuri dhimbët, shëndeti familjar dhimbën, por ne nuk duhet të themi përveç asaj që është razi Allahu. Siç ka bërë pejgamberi alayhis salam, edhe ai kur hini e pash trupin e djalit të tij Ibrahimit, i vdekur, filloi të qajë pejgamberi alayhis salam. Ai burri i madh, ai udhëheci këtij ummetit, pejgamberi i Allahut, nuk i kishin pa sahabët të qajë pejgamberin alayhis salam. Kur e pa të qajë në prezencën e Ibrahimit, djalit të tij xhenaze, i thanë o pejgamberi i Allahut, edhe ti qana? Thot me të vërtet, siri lëton, zemra mërzitet, por ne nuk themi përveç asaj që është razi Allahu. Pra ne duhet të thojmë vetëm atë që është razi Allahu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ne jemi krijesa të Allahut, dhe të Allahut kemi mukthime dhe llogari. Me falendëru Allahun, e Allahut i takon ajo që e jep dhe ajo që e merr. Pra kështu la lut pejgamberi alayhis salam. Allahut i takon, e Allahut është ajo që e jep edhe që e merr. Ai që na i ka dhënë, këto që i kemi janë të Allahut. Ato që na i merr, ato janë të Allahut. Po ne jemi të gjithë krijesë, jemi në sundimin e Allahut subhanahu wa taala. Jemi pruën e Allahut subhanahu wa taala. Ai kujdon i jep, kujdon ja merr. Sa don ai të jep, sa don ai të merr. Askush nuk përzihet në sundimin e Allahut subhanahu wa taala. E për këtë gjasprovave dallohet i miri dhe i keqi. Yuraf al-mu'minu qawi al-iman min al-mu'min dha'if al-iman. Dallohet besimtari me besim të fortë dhe besimtari me besim të dobët. Gjatë provës dalin shesh. Kush është besimtar me besim të fortë edhe kush është besimtari me besim të dobët. Sa ka raste, është shpesh ndodh kjo. Këto rast vdekjen gjatë ditëve që pritin, që vinë njerëz për ngushëllime ase dikush ja ka në 5 vakt namazle, që të dita se fal namazin. Valla mhiki sot dreka, mhiki qinia, mhiki akshëm pse, po valla të prit njerëz. Nuk ja vlen ajo. Me lën namazin të prit njerëz, e janë përparësi njerëzve, krijesa para krijuesit. E te këtë sprovën e madhe për këtë vdekjen që të ka sprovu Allahu, a nuk po din me falendëru Allahun me iran stesh me fal namazina? Mulon një obligim, një shtill dhe islamit, pse kanë të ardhur njerëzit me pa i namazin nuk i merr 2 orë, 3 orë, 5 minuta e fal drekën, Allah i ka bullë dhe vazhdo të pamën. E këto shfaqet ajo në kësi raste, shifet kush është besimtar i fortë e kush është besimtar me besim të dobët. Dikush është 5 kohë namaz, kur është shtëpi, kur është rahati, kur nuk ka punë, kur nuk punon, është të shtëpia, kokër shpinës, i fal 5 kohë të namazit. Si që fillon me punu pak, namazet i mbledh, thot, hoxha, ban mi fal, këtë në akşam, këtë me jatësin, shtë i bashkë, ati top tan mi fal. Jo, ban në atë kuptim, ban se e ki obligim, do është mi fal. Nuk i fali sot nesër, do është mi fal. Nuk i fal nesër, në qafton e ki atë borgjit. A më ja, ti do është mi fal në kohën e vetë. Se piqja si bëhet, dikush nëre ban piqja për me adhon përgjigjen të aj si do. E thot hoxha, a ban mi fal këtë në akşam, tashti nësi i thot ban, aj e kupton se, po baj ka drekën i qini në akşam, i mlidhë këtë shok top tan, e në akşam pi fali kretë. Jo, ban mi fal do me thonë, nëse si ki fal drekën, do është me fal.
Qof në akşam apo qof njësi apo qof nesër. Nëse s'e ke fal sabajin, që tash duhesh me fal sabajin, e ke obligim. Apo për fat të kesh disa njerëz bashku i kanë çdo probleme, sprova apo ku fillon punën diku me punu e lën namazin. E këto shifët ajo kush? Se Allah të sprovon edhe kur të jep, po edhe kur të merr. Tash ja ke filluar një punë stres, sikon të punu, dhe ke fal 5 kohë namazit, tash e ke filluar një punë të re, edhe kjo është provë. Provim është për ti. Me shi tash te ja me fal namaz, as me fal namaz. Ditën e parë kur ja fillon punës, namaz krejt, top tani fal njësi. Po të namaz një muaj, 2 muaj, barakias njësi nuk i fal se i lot jam, edhe nga dalë lën namazin. Edhe kjo është provë. E për këtë në momentin e provave dallohet besimtari me besim të fortë dhe besimtari me besim të dobët. Kullama irtafa'at manzilatul insani 'inda Allah izdada ibtila'uhu. Sa më lart të jetë pozita e besimtarit, sa më shumë të ngritet besimtari me grada të larta, më shumë i shtuan provat. Në më thonë njeriu, sa më shumë bëhet besimtari mirë, sa më shumë ngritën gradat e tij, më shumë ka me sprovu Allah, sepse Allahu njerëzit i sprovon në bazë besimit. Ne nuk ka sprovon se e ka sprovu Nuhin a.s., se e ka sprovu Ibrahimin a.s., se e ka sprovu Musa a.s., Muhammedin a.s. Nuk na sprovon Zoti ne vetë mes të sprovon. Ne në rrugën me nalë gjithë në rrugën s'po të mujnë 100 franka më të nalë 3 në shkrej. Para me në me të vdek 6 fëmijë në jetën tonë si që kanë vdek pejgamberi a.s. Para me ndo të përzojnë prej vendit tanë se e kanë përzojnë pejgamberin a.s. prej Mekkës. Para me ndo të i maltretojnë shokët e familjarët e tu, shokët e tu, nërsimet i mbit atë, çka kish mi bon? E pejgamberi a.s. para me ndo familjarët e më të afri kanë thonë ti je gënjeshtar, ti je magjistar, ti je sëmur, ti je kështu, ti je ashtu. Këtë sprovë ka pas pejgamberi a.s. Ama i ka qenë pejgamberi Allah. Sa më gradë të larta të ishe, më shumë të sprovon Allah. Pse? Se Allah xhallahu thot pejgamberi a.s. Men yuridillahu bihi khayran yusib minhu. Allah xhallahu kur e don robën e vet e sprovon. Pse? Se don ta ngritë gradat më të larta, të bëjë sabër, të bëjë dorim, ta falenderojnë Allah, e ngritën gradat e tij më lart. Ju falin gjunohet. Pra Allah kur e don robën e tij e sprovon. E nuk do të më mor në dëner njerëz që paragjikojnë dikush e ka ndonjë sëmundje, i vdes ai, humb pasuria, e lloj sprova, ke moteli. Na gjikojnë, minë thonë që ka bën dënë të keqe. Pse sprovon çka çëm Allahu? Nuk don me thonë se Allah nëse e sprovon dikonin është i keq. Besimtarin e sprovon se e don. Atë jo besimtarin i jap sprova tjera si lloj dënimi këtë botë e pastaj dënimi tjetër në botën e ardhshme. Lidhalika al-anbiya wa rusuluhum aktharu an-nas ibtilan. E për këtë pejgamberët dhe të dërguarët e Allahut janë njerëzit më të sprovuar. Merë historinë Ademit a.s. dhe historia Muhammed a.s. Gjithë pejgamberët shiko çfarë sprova kanë pas. Janë njerëzit më të sprovuar, thot pejgamberi a.s. Pejgamberët janë më të sprovuarit, pastaj ata të tjerë që janë me besim, apo me grada, me vlera më poshtë. Pra në bazë besimit, në bazë qëndrueshmërisë tonë në Islam, Allah të sprovon. Ne me bëmë në sprovu me dënjë sprovë, sigura Ibrahimin a.s. se kanë gjujnë zjarë, se ka besu në Allahun, se dikush për një vis, për një pasosh, për një shtetësin, është edhe fejnë ndryshon. Për me hinë punë dikon rejnë, a je musliman, ja, jam shqiptar. Që pa të dhejtë fejnë, a je musliman se je musliman, sa të dhejtë sharkombi. Pse veç për me hinë me shtin hunë diko me një punë të hije, edhe dikush ndryshon fejnë. E para me ndo me dikan me hudhë zgjara, Allah xhaleshan e sprovon robën e tij në bazë besimit që ndërshmërisë që e ka. E për këtë besimtar, pra al-mu'minu al-mubtala alayhi ya'mal ma ibtilaihi bis-sabri wal-hamdi, besimtari gjatë provat e tij si do të sillet, si do të veproje, të bëjë durim dhe ta falenderojë Allahun. Po si hoxha me bën durim tash, si me falenderoj Allahun, më hupi këtë pasuria. Allah ta ka dhënë. Kush ta dha më herët? Allah, e falenderoj kur ta dha? Jo. Po tash edhe kur ta morës dhe me falenderoj. Allahu ta jep e falenderoj, thotë elhamdulillah Zoti më ka dhënë. Allahu ta merr, elhamdulillah Zoti tash. Ai më ka dhënë, ai më merr. Kur do e merr? Edhe me bon sabër. Vdesh dikush i familjes një i dashur, Allahu ta ka dhënë. Kur lindi ai fëmia, kur u gëzoi shumë e trënua dunjën se ka lind një fëmijë,
me Facebook, me Instagram, me status, me kamose, çka ka ndodhur, ka lidh një fëmijë. Po ti ja si pare si fund, sa di? Ani gëzo për veti. A falenderove Allahun? Jo, se kam falenderu. E me çka e prita fëmijën? Me harame. E tash kur ta mor Zoti, a ditë me falenderu? Po si me falenderu Allahun? Po nuk di me falenderu, se ke falenderu për ta ka dhënë. E për këtë besimtari sprovet e tij do t'i kalon me çka? Me sabër edhe me falenderim ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe në fund yajibu 'ala al-mu'min an yudhhira khudu'ahu lillahi fi kaffati al-awqati wa alla yukhalifa zahiruhu batinahu bal 'alayhi yasbira wa yashkur. Është detyrë për besimtarin që në çdo kohë të shfaqë për ulësinë e tij ndaj Allahut dhe të mos ketë kundërshtim mes asaj që shfaq jashtë dhe asaj që ka në zemër. Përkundrazi ai duhet të adhurojë dhe të doron dhe të falenderojë Allah subhanahu wa taala. Besimtari duhet në çdo rast, në çdo aspekt të jetës së tij të shfaqja që si është mrenda të jetë edhe jashtë, si është jashtë të jetë edhe mrenda. Domethënë gjithmonë ta tregon në shtrimin ndaj Allah subhanahu wa taala, sepse jemi rob të tij, ai na sprovon me çka të don dhe kanë donë sprovon. Allah xhaleshani i jep kujt të don dhe ja merr atij që don, sepse ai është sunduesi i gjithësisë, ai është krijuesi i gjithësisë, ai la yusalu amma yaf'alu hum yusalun. Ai nuk pyetet pse, por ata pyeten pse pra krijesat. E lutem Allah subhanahu wa taala që nëse na sprovon, mos na sprovon fen ton, mos na sprovon dinin ton. Sepse sprovat e tjera të i kalohen edhe kompenzohen. Ama nëse sprovojnë në din, me lanjën e namazit, apo me lanjën e urdhrit në të mirë, ndalimin nga e keqja, apo me lanjën e komplet fejes, kjo është sprova më e madhe, edhe nëse vdes e ke humbur dunjën dhe ahiretin. A nëse vdes i varfër, ai s'ka lidhje me ahiretin, a fiton ose fiton. Ajo më lidhe me këtë botë, ama fejen, dinin tanë, namazin tanë, qoftë një namaz, nëse e humb çat namaz, as prove e madhe, se ke humbur edhe në dunjë edhe ke humbur mirët e ahiretit. E lutem Allah subhanahu wa taala të na shton sabrin dhe durimin, të jemi durimtar dhe shembullin më të mirë për durim dhe për nënshtrim tek Allah subhanahu wa taala, dorëzimin te Allah subhanahu wa taala, shembullin më të mirë praktikisht edhe që po shohmi është në Palestinë. Për çdo ditë që po sprovojnë, po mbiten fëmijët e tyre, po mbiten gratë të plesh të vjetrit, çdo mosh atë nuk po shikon ai armiku se çka është ana fëmijë apo nuk ka fëmijë, çdo ditë po derdhet gjaki, por ato burra, edhe ato gra, burrnesha, ato fëmijë burra, ato të vjetrit burra të mëdhoj, ato janë të qëndrueshëm në vendin e tyre për të mbrojtur tokën e tyre, shtëpitë e tyre, pasurinë e tyre, fenë e tyre dhe nuk dorëzohen dhe asnjëherë nuk kanë më dorëzuar. Asnjëherë nuk kanë modërzu ata burra të mëdhenj sepse nuk ja kanë marrë kërkuj në pasurinë, as ja kanë marrë kërkuj tokën, janë të mbrojtur tokën e vet, pasurinë e vet dhe vendin e vet. Inshallah Allahu xhaleshanuhu ato i shpërblen për durimin dhe për sa sprovë të mëdha që e kanë, e inshallah neve na i hap sinjt Allahu dhe të morëm mësim se si do të jetë durimtari, muslimoni durimtar dhe si do të mbështetet në Allah subhanahu wa taala. Lutem Allah subhanahu wa taala të na falë gabimet tona, të na mëshiron mbi tokë, ndër tokë dhe në ditën e gjykimit. Dhe në fund e lutem Allah subhanahu wa taala kur të dalim prej kësaj bote, të dalim duke thënë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.